طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, jemi tek libri Umdatul Ahkam, baza dispozitave. Kemi futur te kapitulli i agjërimit, sonte kemi agjërimin në udhtim. Dispozitat e fez vllazni janë të thjeshta për besimtarin. Allah subhanahu wa taala e din robën e vet se çfarë kërkon, edhe e din sa ka mundësi mi kry ibadetet. Për atë arsye, edhe ja ka lehtësu Allah subhanahu wa taala besimtarëve. Çuli hapi pshatje ma se ftofte ki. Çe kërshi. Mosri aty. Thot është fe tolerante me një aspekt. Toleran brenda kufive të Allahut subhanahu wa taala. E je duke agjërun farzën, agjërimin, shkon në udhtim të lejohet me prish agjërimin. Edhe nuk është devotshmëri agjërimi në udhtim, ka thënë Muhamedi alayhi sallam. Para mendo. Në një aspekt mos me lodhë vetin. Përkundër asaj që ti ki aeroplanat sot, mjetet e udhtimit, gjitha i ki, ty të lejohet me prish. Edhe nuk ki asnjë mëkat tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza jall, dhe ai nuk ju obligoi në fe me ndonjë vështirësi. Do të feja është e lehtë. Mos u munoni me shtrëngu fen, sepse Muhamedi alayhi salam ka thonë, u shkatrofshin ekstremistat. U shkatrofshin ekstremistat 3 herë ka bo dua Muhamedi alayhi salam. Me një hadith tjetër thot, kushdo që e shtrëngon fen e mund feja. Se s'mund me majt, shtrëngushëm. E shtrëngon, dikura hiqet kret apo dhe mund me deviju. Që majni mesatarët tankon, po qoftë edhe pakët nëse është një ibadet, në vazhdimsi bone qatë ibadet, me letë Allah subhanahu wa taala i shumë ma i afërt tek Allahu azza wa jall. Po ashtu Allahu azza wa jall thot, Allah me këtë dëshiron lehtësim për ju e nuk dëshiron vështirësi për ju. Suratul Bekara ajeti 185. Nga që udhimi në përgjithësi ka vështirësi vllazni. Sidomos maherët për shembull me deve kur kanë udhtu. Këtë në rregull, dhe sot është e lehtë udhimi, po prapë ka atë azabin e vet. Ti bova ki 1 orë gjysmë bësh me shku Prishtinë Istanbul. Mirë po kemi hina për dogana, kemi hina për kontrolla, kemi hyp mas në autobus. Bova ki me shku deri në hotel i bësh 2-3 orë. Lodhje, nxet, ftoft, ku e diun e krejt është kjo azab. Përkundër asaj që mjetet janë të lehta sot, po prapë është azab. Dhe për atë arsye, mos agjërimi është lehtësim për ty me lenë Allahut subhanahu wa taala. Për këtyre tolerimeve është prishja e agjërimit në ditë Ramazani, thot Muhamedi alayhi salam, nuk është prej të bindurit apo devotshmërisë agjërimi në udhtim, dhe thot ky lehtësim është për të gjithë, si për ata që gjen vështirësi në udhtim, ashtu edhe për ata që udhtojnë me kushte komode. Se dikush mund me thonë, tash komoditet kam, s'po du me prish. Në rregull, mush mos me prish, nuk ka asnjë problem. Të lejohet. Ki mundësi, apo nuk ka asnjë problem. Shumica zatën agjërojnë, sidomos me aeroplan kur shkojnë, pse thënë se tash masi që ta kryej agjërimin, masi që ta kryej Ramazanin me pas halal mendet tash çysh me kompenzu. Ma mirë thjesht po du me agjëru deri në fund. Hadithi 181. Aisha transmeton se Hamza ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu thot, i tha pejgamberit alayhi salam, atë agjëroj në udhtim, tha, e pyeti. Atë agjëroj në udhtim, i tha, profeti alayhi salam, po deshe agjëro, po deshe ha. Do të thonë dorën tonë është. Dhe nuk i përgjegjësi tek Allah subhanahu wa taala, dhe mos e akuzo vllahun ton nëse agjeron. Është me ty në udhtim, ti agjeron, ai nuk agjeron, mos e akuzo, secili din punët e veta. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit thotë sahabët e dinin që feja është e mëshirshme edhe lejoi prishjen e agjërimit vetëse për t'i mëshiruar. Hamza al-Maslami posedonte durim dhe fuqi për të agjëruar. E donte hajrin, po e pyeti Resulullah sallallahu alaihi wasallam, thjesht me ditë dispozitën që am lejohet me agjëruar as lejohet. Se na do ta shohim tash ka prej dietarëve që kanë thonë nuk lejohet. Ose të kundërtën kanë thonë duhet. Realisht jo, kanë thonë duhet me agjëru. Duhet. S'duhet me agjëru, kanë thonë. Më thonë, s'duhet me agjëru për shkak të ajeteve kuranore. Thot çfarë?
A të agjeronte në udhtim apo jo? Profeti alayhis salam e la të zgjidhte midis agjerimit thotë dhe të ngrënurit, i tha, po deshe agjero, po deshe prishja agjerimit është në dorën tënde, dhe thotë prishja agjerimit në udhtim është lehtësim, pasi në përgjithësi ai pritet të jetë i vështirë të zgjedhët midis agjerimit dhe prishjes së tij për personin që posedon fuqi i forcë për të agjeruar. Këto kiet për qëllim normalisht për agjerimin e Ramazanit. Nuk po flitet për nafile, apo se nafile i Zoti vetvetes edhe nëse je në shtëpi, nëse je në vendbanim në vendin tonë që jeton, do në ma agjeru, ka gjysma ditës, vallaj më kanë të rusyt e prish, s'ka problem. Nuk ka asnjë problem. Bile. Për agjerimin nafile vllazni, gruaja duhet me pyet burrin e vet. Nuk lejohet kokën në vete me agjeru pa pyet burrin e vet. Burri vet ka nevojat e veta. Edhe e din. Sot thot jo, ku vendos kështu, edhe sot jo ma agjeruaj thot. Edhe nuk ka gjuna as gruaja, as burri, sepse është nafile, te farzi ndryshon. Hadithi thot i 182. Enes ibn Malik radiallahu anhu tha, udhtonin me profetin alayhis salam, as agjerusi thot nuk e çortonte personin që hante, e as ky i fundit atë që agjeronte që shtash. Dikush agjeronte, ishte më i fuqishëm, dikush nuk agjeronte, as njoni shoqin nuk e akuzonin pse ti e prishe apo pse ti po agjeron. Sahabët u thonin me pejgamberin alayhis salam, siç tham, disa prej tyre hanin, disa agjeronin dhe profeti alayhis salam nuk i kundërshtonte as njërën palë. Thot sepse agjerimi është origjina, ndërsa prishja e tij është lehtësim. Dhe feja jon ka ardhur me lehtësu çështjen. Lehtësoni dhe mos vështërsoni. Se na mendojmë sado që e shtrëngojmë më shumë, çaq më shumë i afrohemi Allahut azza wa jalla, jo se trupi ka emanet. Edhe trupi është emanet që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Duhet me këshir trupin. Pastaj thot, kush e le lehtësimin nuk çortohet, normalisht. Prandaj askush nuk e çortonte njëri tjetrin. Çka përfitojmë nga ky hadith? Lejimin e prishjes në udhtim e kështu me radhë. Hadithi 183. Ebu Dardai radiallahu anhu thot, dole me pejgamberin alayhis salam muajin e Ramazanit. Në një të nxehtë të madhe, në kohë ishte shumë kohë e nxehtë. Aq sa kishte prej nesh që i vinin duart në kokë. Në kokë i kanë qitë se qatë shumë që ju ka ra rrezët e diellit. Tha për shkak të vapës së madhe. Në mesin ton nuk kishte agjerues veç pejgamberit alayhis salam dhe Abdullah ibn Rawaha. Thonë aq shumë ishte nxehtë, sidomos ata që kanë shku e din, diku 50 gradë shkon temperatura, para mendon 50 gradë me agjeruti. Edhe plus asaj për shembull deri në 8 apo në 8:30, 9 për shembull akşami kur të bëhet. Gjithaj nxehti i madh, edhe me agjeru, koxha është vështirë, apo. E plus edhe udhëtarëve që. Thot profeti alayhis salam doli me shokët e tij në Ramazan, thot në ditë vere të nxehta. Zjarr, thot për shkak të vapës së madhe nuk agjeroi askush përveç pejgamberit sallallahu dhe Abdullah ibn Rawaha. Veç ata të dy thot i rezistuan me një aspekt nxehtësisë dhe agjeruan. Kjo argumenton lejimin e agjerimit në udhtim. Do të thonë lejohet nëse mundesh me agjeru. Hadithi 184. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu tha, pejgamberi alayhis salam ishte në udhtim dhe po kallaballëk njerëzish. Ishte në udhtim edhe po kallaballëk njerëzish. Çka u bë tash? I pa një kallaballëk njerëzish, edhe tha çfarë ka, çka u bë, çfarë ndodh këtu? Than është agjerueshëm. Po pse kallaballëk shtrohet pyetja? Tha pejgamberi alayhis salam nuk është prej të bindurit agjerimi në udhtim. E pa që ishin bë kallaballëk të një person për mi bë hije. Edhe çka i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Tha nuk është devotshmëri me agjerutin në udhtim. Mos e muno vetin, o vëlla. Apo të s'ki qa me munu. Transmetimin e Muslimit thuhet, zbatojini lehtësimin e Allahu që u lehtësoi juve, dispozitën që u lehtësoi Allahu subhanahu wa taala. Kuptimi i përgjithshëm është, pejgamberi alayhis salam ishte në një prej udhtimeve dhe e pa thot një turm njerëzish që ishin mbledhur tek një burr dhe i rrinin për çark, rreth e për çark. Pyeti profeti alayhis salam edhe i tha që dhe thot agjeronte personi dhe thot e qoj etja deri këtu. Më thënë ishte i lodhur me një aspekt dhe për atë arsye ishin mbledhur muslimanët. Thaj mëshirshme dhe bujari pejgamberi alayhis salam, agjerimi në udhtim nuk është bindje, nuk është devotshmëri,
me një aspekt, nëse mendon sa më shumë unë që të lodhna, ta lodhi shumë veten, kom më shumë shpërblim, jo, gabim e ki. Po, në raste specifike ku duhet mu lodh, për shembull, po e zonë. Je ta zonë mëngjes, je çun mëngjes, e ki ftoft, edhe nuk ki ujë për vetë se me marr abdes, për vetë se me ujë të ftoft. Edhe ti e merr, kish problem tek Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po nëse ki ujën e nxehtë, ujën e ftohtë, pse po të çan subhanallahu men jam shku te uji i ftohtë. Pse? Kur e ki ujën e nxehtë Allah, merr ujë të nxehtë, edhe falu, s'ka asnjë problem. Ose si për shembull, sot që i kemi banesa ta zom ku del, në banesë këtë e ki nxehtë. Sa shumë i mirë. Qosh e falish namazin e natës. S'ki kur unë përpara për shembull e kemi pas shporetat apo ku e diune, edhe në ora 12:01 është nal shporeti, kur e qut 2-3 me dash me fal namaz, veç o boftoft. Edhe ki pritu mu qu, apo? Kësi rasta lejohet mu qu, s'ka asnjë problem. Pi, por nëse janë rrethonat, pse mos me lshu ato klimën, apo dëm për mundësi, nuk ka asnjë problem. Pastaj thot, çka përfitojmë nga ky hadith, lejimi i agjërimit në udhtim, si dhe të lejuarit e prishjes së agjërimit, i cili është lehtësim. Tani dietarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket agjërimit në udhtim. Disa dietarë selef, të parët tonë selef, nuk lëshojnë pe në këtë meselë. Çfarë thot e Zuhri, e Nakhi, ata thonë se agjërimi në udhtim nuk e shlyen deturimin. Para mëna, çfarë tash? Çfarë menimi kanë këta? Nëse ti agjëron, nuk pranohet tek Allahu që i ki shlyer ditë, që i ke agjëru. Më thonë si lloj nafile me një aspekt. Pse për shkak të ajetit kuranor? Thot, gjë që e mbështet Abdurrahman ibn Auf, Abu Huraira, Ibn Omar dhe medhebi dhahiri. Medhebi dhahiri është medheb sipërfaqësor, që i ka marrë senet sipërfaqësisht, që është gabim, apo në disa aspekte. Shumica dietarëve prej tyre 4 imamët i lejojnë si agjërimin ashtu edhe prishjen e saj. Thot, grupi i parë argumentohet me fjalën e Allahut, e kush e dëshmon këtë muaj, le të agjëroj. Momentin që e shihni hana ka dalë, muajt Ramazan, atëherë thot agjëroni. Thot, ndërsa kush është i sëmur tash, ose në udhtim, çfarë tash ajeti? Kush është i smur, ose në udhëtar, thot le të agjëroj aq ditë nga ditët e mëvonshme. Me çfarë ajet? Kjo pjesë ulemave kanë argumentuar dhe ka thonë që Allah po thot ti duhet mi kompenzu. Nuk të pranohet me një aspekt, ti nuk e shpagun detyrimin që e ki pas. Me çfarë ajet? Dietar tjerë shiko çfarë thonë. Argumenti tjetër, ata kanë transmetimin e Muslimit nga Xhabiri, profeti alayhi salam doli në udhtim në vitin e Fethit, shlirimit Mekës, muajin Ramazan, edhe thot derisa mbërritën në Qira el-Ghamim, thot njerëzit që ishin me të agjëruan. Profeti alayhi salam kërkoi një gotë ujë, edhe ngriti edhe prishi agjërimin. Këtë e pone prishi. Edhe tha që ta shihnin njerëzit, e pastaj e piu. Erdhën dhe i thanë disa njerëz vazhdojnë të agjërojnë. I kallëzuan disa njerëz po agjërojnë. Pejgamberi sa tha ata janë gjunahçar. Subhanallah. Ata tha janë gjunahçar. 3 herë. Kështu pra fjala e pejgamberit sa ata janë gjunahçar, abrogoi veprimin e tij pra agjërimin. Këta në pamjen e jashtë argumentet më të fuqishme, apo ti që pa agjëron, pi bjen si e gjunahçar, ti që pa agjëron, po e kundërshton ajetin kuranor që po thotë nëse je udhëtar edhe nëse je smut, duhet pa çdit që je udhëtar, që s'ke agjëru, duhet mi kompenzu. Argumentet e tyre. Shumica dietarë janë të pajisur me argumentet forta prej tyre, thot, hadithi kapitullit që jemi në shërtim, hadithi Hamza el-Eslemi, po deshe agjëro dhe po deshe prishe agjërimin, ky hala është ma i qartë që direkt e ka trajtu Muhamedi alayhi salam, nuk the i ka thonë në mënyrë specifike, po deshe agjëro, po deshe mos agjëro. Argumenteve të grupit të parë ata i përgjigjen. Për sa i përket ajetit, çfarë thot ajeti? Tash këta pe komentojnë ajetin. Për me godit, dhe më thonë, atë palën e parë. Thot, për sa i përket ajetit, mund të themi se profeti a.s. ai të cilit ju zbrit ajeti, agjëroi pas zbritjes së tij, dhe ai ishte më eksperti, më i ditur i krijesave për domethënien e tij. A thua vallë Muhamedi s.a.s. me kundërshton ajetin? Dhe më thonë, pas zbritjes këtij ajeti, që me agjëru,
ata të cilët nuk kanë agjëru, si udhëtarë dhe si të smur kur kanë qenë, Muhamedi s.a.s. ka agjëru. Atëri bie fjala këtyre ulemave që thënë, duhet me kompenzu edhe nëse agjërën. Më thonë e kanë gabim, se vetë Muhamedi s.a.s. ka agjëru në udhëtim. Bukur. Pastaj thot, pjesa më e madhe dietarëve thonë, sa ajeti ka në kuptim që mund ta prish agjërimin i smuri apo i udhëtari. Domethënë, Allahu në Kur'an ka pas për qëllim ju tregu, komenti ajetit është që i lejohet të smurit dhe udhëtarit me e prish. Ti mundesh me qenë i smut, më dhim koka për shembull, edhe ajo si në lloj smundje, është në lloj simptomi një smundje. Po mush me agjëru. Zakonisht ditën e parë, 2, 3, këtë në dhëm kryt valla. Nëse nuk i ka agjëru paraprakisht, dhëm koka. Sa është një ndryshim i organizmit, të ushqimit, që ti nuk i jep ushqim organizmit sa orë, 10 orë, 12 orë, 8 orë. Edhe thot çfarë, ndërsa fjala e pejgamberit a.s. ata janë gjunaqçar, 3 herë që e tha, profeti a.s. që u drejtua njerëzve që kishin të vështirë agjërimin, më thonë që kjo fjalë, ata janë gjunaqçar, është për atë kategori të njerëzve që kanë vështërsi në agjërim, sikur ai personi që ishin të bu sahabët apo tek ai personi. Sikur rasti për shembull, dhe dini rastin me një grus pejgamberit a.s. dohet po, që aq shumë gjatë natës, aq shumë ka recitu Kur'an, apo, edhe e ka kritiku Muhamedi a.s. kur e ka vrej që aq shumë e ka zgjat, sepse mund të thot disa gjëra që bie ndesh apo mund me bo dhe kufër kur e she që ki gjumë shumë. Mush me thonë diçka, del prej gojës që është kufër. Pra ata su i le, shko flej, pusho pak, pastaj qu, fali namazën e natës. Jo me zor, nuk po flitet për farzin nuk ka diskutim aty, po flasin për nafilen. Nëse je aq i lodhur, le, pusho pak para sabahit, ngritu, fali 2 rekate, pastaj vazhdo. Thot, dhe thot Muhamedi a.s. thot nuk është prej të bindurit agjërimi në udhëtim, do të thot që agjërimi në udhëtim nuk është bindje apo adhurim për të cilën mund të garrosh apo të konkurosh me të tjerët. Prishja mund të jetë më e mirë se agjërimi nëse ekzistojnë vështirësi ose kur prishja e agjërimit mund të ndihmojë në xihad. Po shkon me luftu vllaja. Je udhëtar dhe po shkon me luftu. Ty të vyn fuqia. Ti ke me dalë aty ball armikut, e sidomos përpara me shpat kur kanë dalë. Aty fuqit lu. E ti agjërushëm se ki atë fuqi. Ka mundësi disa. Ka pas, atë në xhihad kur kanë luftu, ka pas sahabi që kanë qenë agjërushëm. Kanë qenë të fuqishëm, karakterin e kanë pas vlla. Mirë, po jo çdo kush e ka këtë fuqi. Dikush mundet, dikush s'mundet. Nëse që kjo të privon, agjërimi të privon, prej fuqisë në luftë, ma vdal është me e prish agjërimin. Për një qëllim madhështor, apo? Edhe është domethënë e lejuar me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Shumica që e shohin të lejuar agjërimin në udhëtim kanë mendime të ndryshme për sa i përket kush është më i mirë, agjërimi apo prishja e tij tash. Mendimet e ulemave. 3 imamët Ebu Hanifja, Maliku, Shafiu thonë se agjërimi është më i mirë për personin që nuk e gjen të vështirë atë. Nëse nuk ki probleme, nuk lodhesh, këta imam thënë ma mirë me agjëru. Ma mirë është me agjëru. Jo me prit me kompenzu pastaj. Nëse ki probleme, atër ma mirë është me prish. Më thonë, këtu secili e din veten e vet. Imam Ahmedi thotë, prishja e agjërimit në Ramazan në udhëtim është më e mirë edhe nëse agjëruesi nuk ka vështirësi. Shkutash. Në të arsye subhanallahu, ka pas disa prej njerëzve thirrsave që kanë deviju. Kur kanë një meselet e mëdhëbeve, çurtash. Çu apo thotë? 3 imamët, Ebu Hanifja, Maliku, Shafiu thonë se agjërimi është më i mirë për personin që nuk e gjen të vështirë atë. Imam Ahmeti po thotë, prishja e agjërimit Ramazan në udhëtim është më e mirë nëse agjëruesi nuk ka vështirësi. Tamam, mendimet kundërta. E për atë arsye talibul ilmi, nxënësi diç duhet të mëkon shumë sabërri. Se gjen mendime të ulemave. Dhe s'duhet me pas fanatizëm. E rëndësishme është cili ofron argumentet më të fuqishme, që ati ja merr, ja rru reputacionin alimit ulemave edhe vazhdon punën. Po edhe një dobi është këtu që na nuk i shejtrojmë imamët. Sepse sikur themi çdo gjë ka qillu i bie sikur pejgamber me bo atëre. Për atë arsye,
çdo kujt i mirë dhe i lihet, çka thon Imam Maliku, përpos pronorit që ti varri, domethënë për Muhamedit alayhi salatu wassalam, sepse ai nuk flet nga vetvetja, po ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, çdo sen çka i zbrit nuk fol nga vetvetja, përpos çdo sen çka i zbritet. Sejid ibn Musayyib al-Auza'i Ishaqu thon që prishja e agjërimit është e pëlqyeshme, thotë. Sikur Imam Ahmeti, apo pse për shkak të hadithit nuk është devotshmëri, apo tre imamët argumentojnë me transmetimin e Abu Davudit nga Seleme ibn Mehbak se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: kush ka për jush kafsh transporti, udhton thot me të dhe ka mundësi të kthehet në shtëpi brenda ditës, le ta xhiroj Ramazanin, ku ta gjej? Thot dietarët e mëdhëbit Hanbeli kanë këto argumente, s'është bindje ta xhirosh në udhtim, se dhe Allahu që do t'i zbatohen lehtësimet e ti. Shkurt e qartë, mesele e gjon, ndash agjeron, ndash mos agjero, edhe kryet kjo mesele, pastaj detajet, a o ma mirë, a o pak ma mirë, atë e në detaje që, më thonë, jenë problematike, dhe më thonë, me ju qasë. Përsa i përket largësisë së udhëtimit që na lejohet prishja e agjërimit dhe shkurtimit të namazit, dietarët kanë mendime ndryshme, këto e dim vllazni, më thonë puna e udhëtimit shikohet më së miri, ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymi, nurfin e vendit apo në domethënë traditën e vendit. Kur konsiderohet udhëtar, ta vllaznia po vin pi Kuksit, çfarë udhëtimi më thon këti pi Kuksit që po vjen? 20 km, 25 sa i ka? Çfarë po vjen pengoj dersin, po shkojnë, vin këtu e pin një kafe, shkojnë. Çfarë udhëtimi? Shtëpis vet çka i thënë? Po shkojmë nders. Nuk i thënë po shkojmë me udhëtu. Ai që shkon në Gjermani, ç'a thot? I marr torbat, thot unë nesër në rrugë po dal. Këta si thënë në rrugë po dal. Më thonë, nuk shikohet çështja veç po dal 20-30 km dhe udhëtarja. S'është kjo, nuk më së miri ti Sheikhul Islam Ibn Taymi ka thonë që këshyret në traditën e vendit kur konsiderohet u thotë përpara në Prishtinë me pas shku, kanë thonë ko me marr rrugë. Ko me marr rrugë, sot nuk thënë më, ko me marr rrugë. Edhe pse mesele e gjon, edhe kjo 20 mendime. Apo hadithi thot 185 dhe hadithi i parafundit për sonte. Thot Enes ibn Malik radiallahu anhu ishim thot me pejgamberin alayhi salatu wasalam në udhtim. Kishte prej neshtët që agjeronin, por edhe që nuk agjeronin. Zbritëm në një vend në atë ditë të nxehtë. Shumica e jone përdorte rrobën për hije. Qa që nxehtë që rrobën e qitë të nalt, si lloj çadre me bo, se shumë nxehtë. Dhe thot kishte të tjerë që s'kishin si të mbroheshin nga nxehtësia, thot dielli vetëse nëpërmjet duarve, rrezët e mëdha edhe duart ja kalonin. Thot, rona xherusit dhe u ngritën ata që s'kishin agjëruar e filluan të ndërtonin tenda dhe i dhanë për të pirë kafshëve të transportit. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam e fituan shpërblimin ata që s'agjëruan. A përshë? Dhe më thonë, si u tha atyre që agjëruan e fituan shpërblimin, po tha këta e fituan shpërblimin. Pse? Se këta e bonën tendën, këta i ndihmuan agjëruesit, tha u shpërblim këta. Sepse nxehtë o vllaja, është problem. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit, thë profeti alayhi salatu wasallam me sahabët ishin në udhtim, disa prej tyre ishin agjërueshëm, të tjerët jo. Profeti alayhi salatu wasallam thotë përkrahte me një aspekt secilën palë. Mirë po thotë, një ditë të nxehtë, të gjithë ulën për të pushuar nga lodhja, raskapitja, pjesa më e madhe e tyre nuk kishte me së të mbrojë, me çka të mbrojë nga nxehtësia e diellit, dhe thotë e vendoste në kokë dorën. Dhe thot kur ulën për të pushuar, agjëruesit i kaploi etja, s'patën mundësi me bukur gjo. U çun tash kjo pjesa tjetër, i bënën tenda, i ndihmuan kafshëve, ju dhan ujë për etje që kishin, edhe normalisht pejgamberi sa çfarë i tha e fituan shpërblimin ata që nuk agjëruan. Dhe për fund e kemi hadithin e 186, Aisha radiallahu anha thot kisha disa borxh nga Ramazani dhe nuk kisha mundësi të shlyeja vetëse në muajin Shaaban. Çfarë kuptimi të mirë ka dhënë ky hadithit, subhanallah. Aisha radiallahu anha nuk ka agjëru, se normalisht gratin me menstruacione i kanë ditët që s'mujnë me agjëru. Edhe thot nuk e kam kompenzu agjërimin e Ramazanit për vetëse në muajin Shaaban, para se mo Ramazani. Po mirë, nëse shikohet Allahu në Kur'an, pejgamberi sa a na kanë nxit mi bo veprat e mira sa më shpejt.
Edhe këtë ulemaja thënë, sa më shpejt që ti i bën, nxel vdekja. I bjerë që ti po e bën 11 muaj mas Ramazanit. E pse Aisha e ka prit Shabanin? A ka qenë Aisha prej atyre që ka qenë neglizhente? Asë sila nuk mendojmë. Subhanallahu Alimi, qëra, po thot, Aisha radhiyallahu anha ka pas qef që me agjëru zbashke me Muhamedit a.s. sepse Muhamedi a.s. ka agjëru shumë në ditën në muajin Shaban. Çfarë komenti, subhanallah. Dikush mundët me thonë neglizhencë. Qështu i bie. Mirë po jo, kjo ka dash zbashkë me Muhamedit a.s. me qenë agjërushëm, mu që sufir bashkë, sepse Muhamedi a.s. muajin Shaban, një muaj para Ramazanit, ka agjëru atë shumë ditë, sa që thonim s'ka më ndërprej hiq. Pastaj i kalon atë shumë ditë pa agjëru, sa që thonim nuk ka më agjëru. Atë shumë. Më thonë gati gjys me thonë në një aspekt. E për atë arsye që të ditë që s'ka agjëru Aisha, ka agjëru zbashku me Muhamedit a.s. Mu qunë syfir bashk, me hongër iftar bashk. Më thonë koment i mrekullueshëm. Kujton Aisha ditët e borxhit Ramazanit, nga dashuria e madhe që kishte për profetin a.s. nga edukata e saj e lartë për kujdesja e jetës e mirë që kaloi me të dërguarin e Allahut, e vënonte agjërimin deri në muajin Shaban, sepse pejgamberi s.a.s. agjëronte shumë në këtë muaj. Çka përfitojmë nga ky hadith? Të vënuarit e shlyerjes së ditëve të Ramazanit deri në muajin Shaban, por me justifikim. Jo veç hajt, se shumica e lën neglizhencë e lën. Ku ta shohin para meno ka raste, kum pas raste, vllazni, jo grokshtë. Vllazni të mpyt, edhe sa ditë i ki pa agjëru, i kam edhe 2 ditë. A dhe 2 ditë Ramazanit. Shumë mora agjëra ma shpejt me Allah të zot. Qëse du të me pagu, mas të dënim me pagu. Edhe 2 ditë pi vjen agjërimi tjetër, e kalon, se ka dalë në udhtim, u konë smut, se ka agjëru, apo, edhe sa ditë i ka Ramazani, edhe 2 ditë. E sa ditë i ki, 2. Shumë mërë agjëru me Allah të zot. E shka i ki prit ditën e fundit, Allah. Dhe më thonë, kjo është neglizhencë që e bëjnë besimtarët, më i mirë është për shpejtimi, por pa pasur justifikim. Aisha në këtë rast, në këtë hadith përmend justifikimin e saj nuk lejohet vënuarit e shlyerjes të ditëve deri në Ramazanin e tjetër. Dietarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket detyrshmërisë së kefarës kur e vënojnë shlyerjen. Një çështje tjetër është më kujtu, është çështja e ditëve të Shevvalit. Pejgamberi sa ka thënë kushdo që agjeron Ramazanin dhe ja shton pastaj 6 ditë në vijim, thot është sikur me agjëru tër vitin, subhanallah. Pse? Sepse tek Allah është problemi një ditë sikur 10. Një ditë sikur 10, 30 ditë 300. 6 herë 10, 60, 360 ditë është sikur me agjëru tër vitin. Po tash është një meselë tjetër. Hajde na mashkuj ditën e dytë bajramit më agjëru, nuk ka problem. Po tash meselja është te gratë. Gratë i kanë pas menstruacionet. Edhe 5-6 ditë, 7 ditë vorët, dikush edhe 10 i ka. Dikush i ka 3. Vorët për grus, për karakteri grus. Edhe tash, meselja ulemave është cilës du të me dhonë përparsi. A du të me dhonë gruja përparsi Shevvalit, apo du të me dhonë përparsi farzit. Logjika, argumentet, në argumentet e përgjithshme, çfarë thot? Farzit du të me dhonë. Ti haqëron na filën, po ti farzit si ki kry. Me gjithë deka po e zomë, atër ti ki më përgjish për çka? Për farzin ki më përgjish. Jo për na filën. Disa prej dietarëve kanë qenë më tolerant, kanë thonë që nëse ka shumë menstruacione, ditë shumë ka, apo 10 ditë, se me pas 10 ditë menstruacionet, edhe 6 i bie gjysmë muaj me agjëruaja. Edhe ato në vazhdimsi duhet çdo ditë, se po e lën ai ditë i bie çdo 2 ditë me agjëru. Se 16 një muaj edhe s'ki gjysh. E disa e kanë leju, kanë thonë për shkak të lehtësimit, kanë thonë që i agjëron 6 ditë e pastaj mja ka një mundesh me agjëru, apo mundesh me lënë ndihmën, që është ma lehtë për agjëruesin apo për agjëruesen. Dhe në takimin e radhës me ashlyet agjërimi për të vdekurin e hadithet e tjera. Subhaneke Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu ju shpërblet.